E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të komentuar pak rikthimin e Dolçes në Big Brother VIP Kosova 4. Tani mbrëm ka qenë edhe gjysmë finalja e Grande Fratello, ku Dolce pati një eksperiencë shumë të bukur, do me thënë nga qëndrimi atje, nga momentet që kaloi, nga rëndësia që i dha Grande Fratellos, Dolce ishte shumë e lumtur që u bë pjesë e një formati të tillë dhe ishte shumë e gëzuar që u bë pjesë e asaj shtëpie aq gjigande. Por, sa e lumtur është Dolce që u kthy në Big Brother VIP Kosova. Tani Dolce, do me thënë, me aq sa unë arrita të kuptoj, e ka patur komplet mision që nga shkuarja drejt Italis, qëndrimi në Grande Fratello dhe rikthimin në Kosovë e ka patur krejtësisht mision dhe dëshira e Dolces ka qenë që të mos të takohet me banorët e Grande Fratello në momentin kur ajo është larguar nga shtëpia e Grandes. Rikthimi në Kosovë me patjetër që e gëzoi pafund Edin. Edi pati një ndryshim rrënjësor, të ta them unë, do me thënë Edi me Dolcen dhe Edi pas Dolces. Edi pas Dolces ishte një superlativ, do ta them, në veten e tij. Unë mendoj që Edi, pasi e pa që erdhi Dolcia, pati një lloj ndriçimi në fytyrë dhe sikur i erdhën krahët që të lufton brenda shtëpisë së Big Brotherit. Dhe nëse kemi dyshuar drejt dashurisë së Edit kushtuar Dolces, do me thënë kemi bërë gabim. Unë e shoh që Edi e dashuron vërtet Dolcen, sepse pa Dolcen ai nuk funksionon dot në shtëpi. Do me thënë Dolce nuk ishte një javë, Edi ishte shumë i qetë, shumë i heshtur, nuk krijonte debate, nuk krijonte diskutime, nuk krijonte tema, krahasuar me Edin që ishte vitin e kaluar, që do me thënë ishte tepër i zëshëm, për vetëm se 2 javë qëndrimi brenda Edi bëri namin, u shndrua në fenomen. Por Dolce ka një ndërhyrje shumë të rëndësishme në shpirtin të Edit. Tani, kur flasim për Edin edhe për Dolcen, tek Dolçeja çfarë vërejta mbrëm? Në Big Brother apo në Grande Fratello, tani ky është mendimi im, besoj që edhe ju keni të njëjtin mendim, Dolce ishte pak më e zëshme, i kushtonte pak më shumë rëndësi veshjes, i kushtonte pak më shumë rëndësi lojës, do me thënë krijoi ti klikime, bëri dinamik, Grande Fratello ne shndroi në një ndër edicionet, le të themi, më të shikuara me qëndrimin e saj, njerëzit ishin kureshtar, provokonte, bënte gjithçka brenda asaj shtëpie, do me thënë luajti lojë. Ndërsa në Big Brother VIP Kosova, është ajo që unë e kam thënë më herët që Dolces nuk ja kishim njohur natyrën dhe nuk ja kishim njohur shkatësinë si banore në një reality show. Në Big Brother VIP Kosova, Dolce preferon që të ulet me një cep bashkë me Edin të ngjitur mes njëri tjetrit edhe të mos të flet fare. Do me thënë thjesht të dëgjon debatet të cilat i krijon Edi, lojën të cilën e krijon Edi dhe ti dëgjon banorët e tjerë. Do me thënë nuk ka asnjë lloj loje, nuk është se i kushton veshjes rëndësi gjatë ditëve ashtu siç i kushtonte në Grande Fratello, dhe unë shoh këtu, do me thënë, që Dolce nuk e ka shumë interesin për të qenë pjesë e Big Brother VIP Kosova, sa kishte interesin për të krijuar dinamikë në Grande Fratello, sepse edhe Grande Fratello u befasuan producentës se çfarë shikueshmërie solli Dolce, hyrja e saj, lëvizjet, mënyra se si Dolce kishte përzgjedhur atje ta çonte lojën. Tani, shoh shumë komente që Dolce do të jetë fituese e këtij sezonit. Në fakt, mendoj që ka banore pak më të fuqishme se Dolce në atë shtëpi, që krijojnë dinamika, që krijojnë lojë dhe nuk ma merr mendja që Dolce do të jetë fituese e këtij sezonit. Por, në qoftë se Dolce di ta analizoj mirë çfarë ka fituar nga ky sezon, unë them në fund të ditës që Dolce e ka arritur ta ketë në krah djalin më të mirë të asaj shtëpie. Do me thënë, çfarë natyre është Edi, me aq sa unë kam arritur ta njoh.
Edi është një djalë shumë i sinqert, është një djalë shumë i vërtet, domethënë atë që e ndjen e thot, është rritur në një kulturë të huaj dhe zakonisht te ne njerëzit të cilët atë që ndjejnë e thon, domethënë keq interpretohen, keq kuptohen, duken si më të dobët, duken si më të butë, ndërsa Edi është rritur në këtë kulturën që çfarë të ndjen atë ta thot. Dhe këtë përzgjedhje ka bërë dhe unë mendoj që fitoria e Dolces është Edi, nga që është një çun shumë i mirë dhe shkojnë shumë të dy. Dhe Edi e do shumë Dolce, domethënë e shikon në dritë të syve. Ndërsa tek Dolçja shoh një lloj pikë pyetje le ta themi që ndoshta ka planet e saj dhe nuk dëshiron që komplet zemrën e saj ta lëshojë në Kosovë, dëshiron të kthehet në Itali, të ndjekë ëndrat e saj dhe mos vall Dolçja mund të ketë interesin më të madh edhe për të kaluar te Big Brother VIP Albania, sepse Shqipëria dihet me Italinë kanë aleanca më të mira. Por që të jetë Dolçja fituese e këtij reality show këtë vitu, nuk e shoh të them të drejtën të mirë qenë. Dua të marr mendimin tuaj si e keni parë ju rikthimin e Dolces dhe si do shkon në fakt ky rikthim, sepse unë mendoj që Dolce tani do lidhet shumë për Edin dhe do të jetë shumë e qetë në momentin që do të shikon se mund të ketë krizë, që ajo mund të largohet nga shtëpia, domethënë ta ndjen këtë ndjesin, mendoj që atëherë do të bëhet aktive dhe do krijojë dinamika apo do i krijojë ato klikime ashtu siç u shndrua në fenomen në Itali.